Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim në një video të re. Është videoja e parë që përgjëroj për vitin 2026. Do t'ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri, të keni shëndet, të jeni mirë me shëndet, ju dhe gjithë njerëzit tuaj të zemrës, të familjes, të afërm të gjithë, dhe sa më shumë forcë, sukses, gëzim, lumturi, paqe, mirësi, këto gjërat e thjeshta që ndonjëherë i harrojmë, por që janë shumë të rëndësishme. Ju ke gjetur ky vit sa më mirë dhe të keni filluar me rutinën dhe jetën. Në fakt ka qenë java e parë që ne kemi filluar punën, Hema gjithashtu dhe qerdhen. Për pjesën e qerdhit do flasim më vonë, por që jemi akoma në 3 orë maksimumi që e lëm Hemën në ditë. Dhe po, thash të hap vlogun sot që është ditë e shtunë, ditë pushimi, sepse duhet të flas me juve, duhet të filloj aty ku e lash, aty ku e kam filluar pasionin tim, dëshirën time për të folur këtu në YouTube, sepse kam qenë aktive në Instagram, por YouTube është nuk e di, flas më lirshëm, ndihem më vetvetja, më kuptoni, ju kuptoj. Kështu që ja ku jemi për këtë vit të ri, shpresoj shumë që t'jese pak më mirë se viti i kaluar, sepse viti i kaluar, e fillova shumë mirë, isha shtatzan, pastaj erdhi baby dhe prap mirë, por kur fillova punën, fillova normal që t'jem më pak prezente në YouTube, duke pasur parasysh gjithë impenjimet që ka një grua, një nën, që punon, që kujdeset për shtëpinë, për fëmijën, për punën që ka edhe gjitha me radhë. Shpresoj që këtë vit pa forcuar t'ja dalim dhe të kemi sa më shumë content në YouTube. Nëse jeni të interesuar, mund më një follow dhe në Instagram, sa tu jam më e shpejt, le të themi, kontakti është më i shpejt, sepse është më i shkurtër dhe më pëlqen fakt vlogët e Instagramit. Kështu që po, mirë se erdhët në një video të re. Kam bërë skincare dhe Hema ka bën gjumin e parë të ditës. Ora është 11:20. Po bëhem gati ndërkohë që po fle, por ndjes pak edhe shtëpinë, po i bëj dhe supën që dua ta marr me vete dhe dua të dalim. Është -2 gradë jashtë, të koka që është shumë ftohtë këtu. Por ka rënë dhe borë, në fakt iku dje bora sepse ra goxha shi, por ka rënë prap sot natën dhe është e vogël, nuk është se është shumë borë që të luaj me borën sikur ditët e kaluara. Edhe thash të dal me Hemën sepse ç'të bëjmë në shtëpi, do mërzitem, ajër i pastër, ta vesh mirë, të vishëm edhe unë mirë dhe dalim. Plus që kam bler një karrocë të re, edhe dua ta testoj për herë të parë, është karrocë për udhëtime, do ja tregoj nga marka Cybex. Sepse 2 udhëtime që bëra në dhjetor që ishin në Budapest dhe në Barcelona, t'ju them drejtën, e kam mbajtur në kangur. Edhe në Barcelona mora karrocën, por që e mora me kozin dhe me pjesën tjetër dhe ishin shumë e vështirë të menaxhoja, edhe pse kisha motrën. Edhe thash dua një karrocë që është një pjesë që ta marr në udhëtime. Hema në fakt është beb kanguri, që do thot flen aty, i pëlqen shumë kanguri, mund të rri me orë të tëra. Por mendoj që është mirë që ta marr edhe këtë karrocën, që ndroj pozicion, plus edhe shpina ime të pushoj pak. Nuk kam problem ta mbaj dhe më pëlqen edhe mua shumë kontakti, por pas 3-4 orësh që mbaj sidomos në udhëtime që hez gjatë gjithë kohës, është mirë pak që të bëjmë dhe një pushim. Kështu që vendosa të investoj në një karrocë udhëtimesh. Na u zgjuale për ushja nga gjumi, po vjen te mami. Hajde zemrësh. Hajde zemra ime. Hajde te mami. Është kështu pak për gjumësht, e vesha e bëra gati, hajde. E vesha kam bë gati, por mungon vetëm t'ja vesh pellushin. Hajde. Hema thot hajde tani. Hajde thot. Tërkoz. Hajde. Dhe kam bërë këtë supën, besoj që s'ka shqiptar ose njëri që nuk e bën këtë supën, paktën, me pulë perime, vezë dhe po, duket kështu ja t'ja tregoj. Ja si duket konsistenca, në fakt doja ta bëja me ato makaronat që janë të vogla, por s'kisha dhe bëra me oriz integral. Dhe po ja vendos Hemës tek termosi, që ja marr me vete sa akoma nuk e ka orarin e drekës, edhe do ja jap kur të dalim. Tani do ja vetëm për të pirë. Që para se dalim do jap për të pirë dhe do i marr snacks të vegjën. Ha mami, ha dashuria ime, haj. Do të thosh përshëndetje?
Përshëndetje Hima. Kam beshur trash. Ja, kështu do gjithë kohës në krah. Njësë se mbaj, po tani pas të pse s'filmon. Si t'filmoj unë? Ja, se më rishja ime të të ri me mamin, kështu të të ri. E dënë shumë dashuri. Kështu, ja futa këtu supën, ti marrë lugën, ti marrë kjo rrinë gogja e ngrot. E kam lerë në Amazon. Nuk e di në botë ku e ka shishën e ujtë, kam këtë që është edhe këto se di ku e ka kapakun, e keni parasysh me bebe, t'ja fusuin këtu në biberon. Dhe unë kam vetëm për t'u veshur, si s'do bëj make-up. Edhe do ikim, ja kështu. A i kemi bërë Hemës dhe një kënd këtu për t'luajtur. Për t'luajtur, thuat? Nise, do ja t'regoj, sepse ja kam bërë shumë mirë. Me qoqa bredhin unë zbraz gogja shtëpia edhe ja vendosëm aty lodrat edhe gjithë tapetin. Hajde! Që në mënyrë që të kesë edhe ajo vendin e vetë, edhe më mirë. Tani po vjen. Me karocën e re! Ke vendosur gjërat këtu dhe po dali mami outfit shumë thjesht dhe të mërthi gjupin sepse është shumë ftohtë. Përshëndetje nga ky këndi këtu, që kush më ndjek nga Shtazënia, e din që unë rrisha gjithmonë këtu dhe bëja me juve, do ta pastroj kamerën. Bëja mohabet këtu me juve, me make-up dhe gjitha me radhë, por që kërën për mami nuk ulem këtu, sepse o Hema flen këtu, dhe në momentin që o Hema flen, unë bëhem gati. Keni parasysh, kur ajo flen, mami shkon e bëhet gati, që kur të qohet bëjmë diçka tjetër. Edhe me qenë se sot babi është në shtëpi, erdha këtu, se mund ta bëj edhe në tualet si jam mësuar, do të thënë te salla dushit. Por do kam porositur këtu në Amazon dhe mendoj që është koha të pastrojm pak fytyrën. Nuk e bëj shpesh, mund të them që mund ta bëj 3-4 herë në vit, por thash pse jo, sepse ndoshta kam nevojë, dhe këto janë një përdorimshe me që do flasim. Dhe do e bëj pak fytyrën me vaj, nuk kam vaj tjetër përveç këtij vaj të arganit, nuk e di nëse është zgjedhja e dur. Dhe do ta pastroj fytyrën, bëra një dush ndërkohë, duart e lara, gjithçka është e pastër dhe s'ta aplikoj këtë me dorë. Oh. Opla, i zora shumë. Nëse. Edhe bëra fytyrën gjithën me vaj, me qëra fjalla dje bëra edhe thonjt e duarve, në gjyrë kafe, i kam e vaj tani për momentin, dhe të këmbëve pas shumë kohë, sepse nuk kam pasur mundësi, sepse më merr shumë kohë. Edhe ti mori shumë kohë, thash, okay, u bëf që u bëf do t'i bëj, sepse ndihem më mirë. Po bëj këtë lëvizjen kështu, dhe jo, nuk dalin më shumë, paktën mua nuk më kanë dalur asnjëherë më tepër. Qime, ish me bën lëkurën të ndihet më mirë. Kam porositur dhe një 2 gjëra në Amazon, se do ta ndryshoj fondatinën. Unë nuk kam vënë fondatin, por atë tip fondatine që është e Maybelline, që e përdor që gati një vit e gjysmë u bë. Dhe pyeta gocat në Instagram dhe më sugjeruan dhe kam marrë diçka tjetër që do ja tregoj kur të më vi pakoja dhe një korrektor të ri. Dhe tani që përfundoj, shkoj e prek fytyrën dhe shoh nëse kam në zonë që nuk kam bërë ja këtu, se pas kam bërë mirë. Pak këtu. Dhe pastaj e laj me ujë të ftohtë, me sapun, do tha me larsin e fytyrës, sepse e kam me yndyrë dhe s'dal dot kështu. Edhe hidratoj sa më shumë me kremin hidratues. Edhe voilà. Të bëjmë gati, të rregulloj dhe flokët dhe do dalim. Dhomën e kam një rrëmuj ekstreme, ndërkohë, sot është, tani është ora diku 1, por kam gatu gjithashtu dhe kam bërë gjithë gatimet e javësh. Voilà! Ky ishte operacioni, shikoni fytyra është acarume, normal. Do e lej vetëm pak.
Dhe qëkoj ta pastron. Fytyra shumë e butë. Mirë mëngjesi, pra po shkon diku te 8 e mëngjesit dhe jam zgjuar që në 6:01. Jam ushtruar, bëra një dush, vesha prapë me pijame sepse sot punoj nga shtëpia edhe e kam ditën shumë gjatë, duke qenë se Geri edhe kur vjen nga puna në orën 4:30 ik me njëherë sepse ka futbollin deri në orën 7:30, domethënë e kam marrë gjithë ditën me ohemën plus punën që ta filloj edhe pak nga orë 8:30. Thjesht po reflektoja edhe po thoja, meqense jam vetëm, se rrallë herë ndodh që në të moment jem vetëm dhe ta pi kafen e qetë, sepse ohema zgjohet në orën 7, po sot po flen sepse normal që gjithë natës ka bërë numra plus edhe dje mezi ka zënë gjumi. Kështu është në fundjavë, ma kur jemi të dy në shtëpi është aq e lumtur sa nga gëzimi nuk e zë gjumi. Që kuptoj tash shumë cute. Për të ditë ka qenë shumë i lodhshme këto ditë të fundit me ohemën, sepse po i dalin me njëherë shumë dhëm këtu poshtë, i kanë po i del mbi 8 tani. Këtu ka 4, këtu ka 3, po i del dhe ky dhe këtu të fundit i kanë dalë me njëherë. Dhe ka qenë pak e lodhshme, mungesa e gjumit për mua është ngjyrat më të vështira në postpartum dhe në jetën normale, sepse çdo gjë tjetër mund ta përballoj, por gjumi është shumë delikat. Edhe zakonisht nuk jam një mami ose ohema po lëviz, nuk jam ajo mami për shembull që nuk jam një ndër ato mama që për shembull ankohen për beben ose për ohemën në këtë rast, sepse çdo gjë jam munduar ta marr në mënyrë më pozitive të mundshme. E kuptoj ju mama që ankojnë ndonjëherë dhe jeni të lodhura, e kuptoj shumë mirë sepse nuk është se është e lodhshme të kesh një fëmijë. Do të thonë është një impenjim, është një responsabilitet shumë i madh, por nuk është se, më thënë, unë këtë fëmijë e kam dashur, jam lutur Zotit, është një dhuratë që ma ka dërguar Zoti dhe, kuptoj që jemi të lodhura, kuptoj që jam e lodhur, në fund ditës them është bekim, është, si t'ja shpjegoj, edhe shikoj gjërat në anën pozitive. Mendoj që kemi një ditë të keqe, por nesër do ecë një ditë edhe më mirë dhe do rriten dhe do na mungojnë këto ditët me një bebe kaq të vogël, se nuk është aq e vogël, por që kështu mendoj unë, edhe pse edhe një herë ka lodhje, nuk është se s'ka. Me këtë, sepse nuk e di që kam këtë mëngjes ditë hënë, jam ushtruar dhe kam energji në maksimum, edhe pse nata ka qenë e çuditshme, por ushtrohemi në mëngjes. Mesazhi i kësaj është ushtroheni në mëngjes edhe nëse keni pasur një natë keqe, edhe nëse ndjeni e lodhur, sepse të ushtruarit në mëngjes ju heq lodhjen, ju heq të gjitha. Jemi pas disa orësh dhe do bëjmë një unboxing të kësaj mini pakos nga Amazon, por që më erdhi fondatina që ju thash që kisha porositur, fondatina BB Creamy. Ndërkohë po punoja, kam dhënë ajë në gjumë. Sot ohema më ka lodhur edhe ka hecur sot ohema, shumë pak, por ka hecur. Nëse se këtë dhe flas tek një video tjetër, por që më ka ardhur kjo, më kam porositur edhe një concealer, por që mora këtë BB Creamin e Mishës, të më duket sikur e kam hapur, dhe më mungon concealer, dhe nuk është hera parë që tek pakot Amazon më mungojnë gjëra që kam porositur. Gocat në Instagram më sugjeruan të marr këtë dhe është shumë e vogël sepse doja thjesht ta provoja, është numër 23 dhe thotë që ka SPF 42, kështu që jam shumë kurioze ta provoj. Nesër se sot nuk do lyhem, kështu duket pak si e errët, por kam parë që hapet shumë mirë me lëkurën. Dhe me vërtet që nga shumë mirë. Mua nuk më pëlqen shumë fondatina që janë si llaç dhe për këtë arsye ka shumë kohë që përdori atë të Maybelline që është gati ujë fare. Dhe të shohim
Ka një aromë kremi. Të shohim si mri. Isha mes kësaj 23-shit dhe 21-shit, por më futa në Instagram pas shumë review dhe pas që kjo e 23-shit përshtatet më shumë me lëkurën time, do të thënë sipas të dhënave dhe njerëzve. Dhe e mora. Jam me të vërtet shumë e zhgënjur sepse mora telefoni punës, po nuk është hera e parë që Amazon nuk më sjell të gjitha objektet. Mund të kam marrë diku te 50 euro dhe 50 euro objekte që kanë humbë dhe nuk e di. E mora në telefon atë që më solli postën, i thash kështu, thonë, nuk e kam prek fare, t'jepej çokolia nuk ishte hapur, bla bla bla, kush vrapon mas këtyre gjonave. Nesër, do provoj këtë nesër, edhe më thonë nëse ju dhe keni provuar dhe si ju duket.